Presidenti Amerikan, në një mbledhje të kabinetit në Shtëpinë e Bardhë, përsëriti kritikat ndaj kryeministrit të Mbretërisë së Bashkuar, Keir Starmer. Ai u shpreh se Mbretëria e Bashkuar ofroi ndihmë 3 javë më parë, kur lufta kishte mbaruar tashmë. Unë thash, kjo është e mrekullueshme. Faleminderit shumë. Mos u shqetësoni, nuk kemi nevojë për të, shtoi ai me ironi. Trump më pas u shpreh se avionët e Mbretërisë së Bashkuar nuk janë më të mirët, janë lodra në krahasim me ato që kemi. Për ngushticën e Hormuzit, presidenti tha se nëse SBA-t dhe Irani mund të gojnë marrëveshjen e duhur, kanali i transportit detar do të hapet. Më herët, Mbretëria e Bashkuar ka miratuar përdorimin e bazave të saj nga SBA-t për të nisur sulme ndaj vendeve iraniane që synojnë ngushticën e Hormuzit. Mbretëria e Bashkuar u shpreh se nuk do të përfshihet drejt për drejt në greva dhe se parimet pas qasjes së Mbretërisë së Bashkuar mbeten të njëjta, sipas Downing Street. I akuzuari për vrasjen e Liridon Ademajt, Granit Plava, ka nisë dhënien e mbrojtjes së tij. Plava deklaroi se vrasja ishte kryer në marrëveshje me Naim Murselin. Ai deklaroi se Naim Murseli i ka kërkuar atij të marrë përgjegjësinë për vrasjen e bashkëshortes së tij dhe i kishte ofruar pagë 1300 euro në muaj dhe një veturë G-klas për ta kryer vrasjen. Ai tha se Naim Murseli i kishte thënë se për këtë rast ka qenë në dieni edhe Bexhet Paçolli. Aktualisht pyetje Plavës është duke i parashtruar avokati i tij, Skënder Gojani. Më ka thënë vetëm ke me marrë përgjegjësi ti, kur gjë tjetër, Naimi. Mua më ka thënë Naimi që për këtë rast ka qenë në dieni edhe Bexhet Paçolli. Ti e din çfarë pushteti kemi ne, nuk ka shans me net më shumë se 2 vjet. Naimi më ka ofruar parë dhe punë me 1300 euro rrogë, një veturë G-klas, tha ai. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese që rrëzoi dekretin e presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e kuvendit, shkrimtari dhe aktori Çun Lajçi reagoi me kritika të drejtë për drejta. Ai theksoi se veprimet e tilla nuk duhet të interpretohen si fitore dhe se përdorimi i pushtetit në këtë mënyrë dëmton besimin e qytetarëve ndaj institucioneve dhe drejtësisë. Lajçi shtoi se situata pasqyron pasojat morale dhe institucionale të vendimeve që prekin funksionimin normal të shtetit dhe transparencën e pushtetit, duke nënvizuar rëndësinë e respektimit të ligjit dhe të drejtësisë në ruajtjen e besimit qytetar, përcjell bota sot. Shkrimi i plot. Mos ofendoni, se do t'ju bllokoj. Jo, mos thirr për kuvend, thirr për shkarkimin tënd. Mos më thoni se po tallem me një zyrtare të lartë. Jo, unë po tallem me veten teme, me dashnin teme ndaj shtetit tem, sepse Kosova del mirë vetëm kur duket mirë presidentja, e presidentja, kokorrosh, ec rrugëve të shtetit tu e buzëqesh e tu e fol popullorçe. S'po dun me mba presidente. Jo. Mos me akuzoni për tallje, se unë po tallem veç mbasi ajo e talli veten, pasi e përdhosi ligjin që duhej me mbrojt, e për ligji shkeljen, e la parlamentin paza, e mbi të gjitha u zgërdhy. Kur ma e lumtun s'kam qenë. Mos po rrej, e kush është ma i rrezikshëm se ai që gabon e gëzohet me gabimin e vet. Unë e kam dasht aq shumë sa kam shkruar dikur. Kam dasht me qeni juaj, e nimfat rreth teje nuk më kanë lënë, dhe më kanë përqesh, më kanë shah, më kanë ba armik, jo ata që i kam kritikuar, por ata që i kanë duar trokit. Sot nuk po them asgjë të keqe, veç po i drejtohem kushtetutës. Si ka mundësi që shkelja, nëse është shkelje, të kaloj si fitore, e kush i përgjigjet kësaj nëse jo drejtësia? Nuk është tallje, është zhgënjim. Po, kam menduar se është e mirë, por tash nuk mendoj më. Është e drejta ime me menduar siç ma thot mendja mua dhe nuk ju lejoj të më fyeni.